Elvis Sholopeku, reperi i njohur si MC Qopa, ka rënë pre e një mashtrimi, që ati ka kushtuar me humbjen e një shume të konsiderueshme parash. Këngëtari nga Prizreni, MC Qopa, ka rrëfyer ekskluzivisht për insajderin se si një person nga Gjilani, me emri Mërgem Musliu, e ka gënjur lidhur me një rast që ai e ka inskenuar me qëllim që ta bindë reperin t'ia jap 4.500 euro cash. Pas mashtrimit që ka bërë, personi me emrin Mërgem Musliu është zhdukur dhe ka mbyllur të gjitha kontaktet, përmes të cilave ishte kontaktuar nga MC Qopa. Gazeta Insajderi ka provuar që disa ditë ta kontaktoi Musliun, por ai ka qenë i paqasshëm. Insajderi sjell rrëfimin e MC Qopës se si ka ardhur deri tek besimi për t'ia dhënë 4.500 euro me qëllim që ai të përdorte kinse për ta paguar avokatin dhe për t'i nxjerrë disa para tjera. Të gjitha këtu, MC Qopa thot se ai ka falsifikuar dokumentet që ja ka dërguar si dëshmi. Mërgimi është një djalë për Gjilanit, ka thonë që doktor është, po tash për në delë që është infermier. S'ka lidhe, pak rëndësi, ka që ajo është lamija se e pa. Po, kë në pandemi, ju më njoftë me ta në përmjet Facebookut, ka bo që si ka shku në për njerës, ju ka bo infuzionet pa pare, ka qitë gjithmonë postime, kush dënë, u konë është të djallë human, me një musën njeri regullt. Në kalon për shtypje si djallë i mirë, tas nga përkim qërë me po njerës mirë, shumë këtë e fundit, ja kom po në herë në like, në herë më përkësu. Edhe që nështoj mi ka ku muzikat muë, që se sene. Mas një kohë, më pas njësë me më shru një 2 herë më ka pas shru, më thëtë gjasjo, është dikush i smut, ka nevoj, unë pijap që ka që akitin a i sene, nësa kom pas mundësi, ja kom që herë me vësërin në janë, të shka pa të ju konë shumë më desë që kena mujtë me imri, edhe më shmi folë me kërkata. Me pështu në i pasjen. Edhe a isha të përmëne e ka gjithë atë pjesën e putë temë, ku ka mujtë me shfëgzu, e ka po që i ka teren në këtë pjesë. Para sa kohë u posë se di, saksisht e di datën e konë shtatorë dhe shka, e ku posë nusën temë me pasjef, edhe shkoj për me hekë të legma së kemi në shpital privat, që përdu mja përmena në patjetër se shpitali privat e ka majt atë tjallë, deri në ditën e fundit, është Aloka, në Prishtinë, edhe shkoj aty, e takoj mërgimin, në? A i më rojnë kapi shumë si një djallë që për mjef muë, si një djallë që ka respekt për muë, që shtu e anë e kënej, edhe më ndohët ma të të vetat, atë e kërje halëzi që a i përva ki kur gjosë të bo, veç po t'i merë porët edhe për pakun ty do këtë se t'ka kry ku me di shfar pune, edhe a i të t'ju sjell në për spital shpet e shpet, i krytëm një farëzënancë nusës, ma kjesja ishë kësi ata halo pa marë kur farë, këtu është shumë psikologia me përdorë që i kanë shpërcu spitalin, halo pa orë në farë raporti mjekësorë se t'ishka, a i me një djallë tjetër se e bënë rezonancën, u këshyrë në sy dhe ma bëshin mu, nuk është gjallë e heq mirë. Në më në qatë ditë, ju më konë pakri. Të albi ma dhe kom pas një aksident, të shku për për dërën, më thonë se tash përmënej, ata kur të këshyrën në ashtu, edhe të menojnë që grujave që do të hes, nuk ka halë matë për momentin. Këne e brejke nëse e më gjendën të më në tyrë, nese. Ta shka bëna i, ma merë numër e telefonit WhatsAppit, edhe i më shënë mas dikurin një lojme të mirë, fartë. Që adhe me më entuziasmu dhe s'ka nëzje kur gjo kina të shu, po na veç kina të shu. Do me thonë e ka keq shpërdor gjendje shëndetësore të grus për me hinë kontakt me ju. Për me shpërdzu mirë matematiken. Po e qarë. Edhe e ka shpërdzu që ta mullin teme që atë gëzimin me thonë, me njëherë mas një orë, se di qatë ditë, ku e di, se di saksisht, po janë i kam me orë, me datë, me ketë, ku më thëtaj mu, qështu e kam një halën, pa i nuk më thët, am pare, po më thët, a ki dikon në gjykat kushtetusje që më krymë punë. Dhe të është të një të në gjykat kushtetusje, ka që së të krymë punë asë është imi, atë nuk di që shpojnë me krymë punë, ta po qështu e kam një landa në e këneta, shaj, të shonë një herë, një qëjtë dokumentat,
Tash ti pas ke fitu këtë gjysh, sa sa me këshyra ka falsifiku asë për gjo, tash ti po ketë që pas ke fitu, por pas ka me të qu, po është një problem tjetër. Avokatit të më ka shantazhu, për një avokat me emën, po valloj nuk i një fort se s'u prashëm po. Të më ka shantazhu dhe më thëtë, nëse ti nuk i e parët, deri sot, në ora 4, e po unë e pagesën e procedurave gjyqësore, se në gjykatën kushtetuese ko ka mashtrajt, ku e tjone, ka pas mi marrë 50.000 se disa, ata 7.000 kanë nalë, si... Do me thonë, ka përdor dokumente falsë, kënë se janë të gjykatës kushtetuese, që me të bimë ty... Dokumente unë i posedaj, i kam, edhe i kam kretë, e kam çdo set me datë, kur më ka me orë me kretë. Edhe i qëna i djali dokumentet, e këshyri unë, s'pa mërmenja, ta shëtë një logik normal, një logik është në është një njeri që punon një spital kredibil me në jone, që na ja kena besu më shku me bërë zënatë, një njeri që është i regull familjar, i martun, atë që më shko menja mu aty. E unë i përshë të mërkim, sa pare i kiti, a ki pare ti që përshë, ma mu dhe do një kam një 3.000. 3.000 të shka, i thëmë, okej, pjesën tjetër i thëmë, hajde mere, po të lutë në i thëmë se për marrë për shpisa për fmivet një, nuk jam të të dhonë pare që i kom fitu me senet kësia, jam të dhonë pare për shpisa më, nuk jam haram, meri, kur ki me kry, mija. Ta të kam përshëm, jo vlo, e kam cekni, vishë një ekspresë ma qëtë, 50 centme, kryet i gajnë në tonë. Kam këptë, asë një senet e për që kom pa. Dhe trujtë zote, këtë sene ju për dini, që ka mujtë me thonë ajë së sa ka shpi punën e vetë. Erdi Arami, janë që ja pare, bam, shkoj edhe një hem shkujti në telefon, ta kumë rinë që asopë, se i kam bisedat në WhatsApp. A ki do me thonë i dëshmi që ti ja ki japë që të pare? Po. I kam bisedat në WhatsApp, kur edhe lokacionin ku ja kumë që, fatkisht qështë kamerat nuk në kanë kopë kur unë ja kumë dhonë, kamerat i më konë lokal, se mas ne, mas e ku marrë nësë jo mashtrim, ka do koha që divjari nuk i ka rujt mo. Ajo në pëshirë. Se dhja për më guptan. A realisht dhe kumitar ka posë atë se e kom zirë një tu pare, por së me e kom dhonë një aranit në ndorë, edhe qatë natë më ka shru, bro unë e mërinë Angelat, gjithë qysh do ku prap të alo ka nesër. Që si farë ma betet e me ke për me këshyrë, më konsultu edhe me mjeka ku e tjone. Nëse o kryje dhe ajo punë, erë data kur patë me dhonë, edhe i shruju në i thëmë, një ditë për parë, 2 thiri i thëmë mërgjema dhe, a besë që ti kanë shu, të bravo, mirë që më thire, edhe ma sëm një letër që ja kanë shu parë. Data është shumë me thjeshtë. Atina i ka vytë me e po pagesën e... Në spitalit? Jo, pagesën e procedurave gjyqësore të gjykatës kushtetuese. Që qoja kjo ka fitu në gjykatë kushtetuese në institucionin më të naltë. Në të thonë, e ka fitu që atë farë lande. Po për çka u landa, atë ka të regu? Landa u konë po për një spital australian më zgabosra që gjojës pas ka punu, kjo nuk e pas ka më thonë, ata mjetët edhe kjo e pas ka fitu gjyqë. Po në mërë dokumentave, unë ja unisi dokumentat këtë se i posedoj ato dokumentat, edhe ju keni mundësi me i sitë, tani me pa që se ka manipuluaj, që se ka shku emnin e vete, denet e shumë i përpikt, që se ka fitu e këtë të sene, edhe sa pare i kam vytë. Më ka po përshtypje se provojë atina për me mashtru, ma trapas klasik. Se edhe mu më ka mashtru, edhe avokatën që ja ka po procedurën. Avokatën në deshtë edhe unë me paku. Edhe kër e kom pyetën e për shembull, mërkim 4500, e ki bisedën në WhatsApp, të t'jo jo vlo, 4400. E ka do me në vesh 4400 me mi vjerë. Pasi personi me emni Mërgem Musliu ja ka marrë 4.500 euro, a i ka kërkuar edhe një shumë tjetër reperit. Këto, MC Qopa tregon se ka kuptuar se ishte mashtrem. E marrë seli dhe të më skidhe një 4.600-700 kërë disa me kishlype dhe një shumë tjetër. Që të e marrë vesh të dishka sa puna në regull dhe thamë, shka ka ndodhë më kemë? Që të jo, përmbaru si për... Edhe e kuptoj që dishka sa në regull dhe nisi me thirë shok tjerë me pyjtë shka puna dhe të parin që e thiri të ma një Mërgem Musliu se të shoda si ke dhamë bashkë. Po më prejnë kam, më të kam të drejta. Dhe në dhe hybi kjerë,
direkt shkën Gilan, a i pi ati momentit, se i tha monedën që për t'i bi do të bare, për si kam ketë, që të kam kontakt me ta, se e parë që më kam ashtru, a i djali e kam shet me telefon me ketë, i kam bloku me Facebook, Do të thonë nuk arrite me taku herën e dytë. Ja. O zhduk se e ka kuptu që jetu e dike. Që për zotin që se kom taku. Pasi ka kuptuar që ka rënë prenjë mashtrimi, këngëtari ju është drejtuar organeve të rendit. Por policia e Kosovës nuk e ka marrë për bazë deklaratën e tij dhe nuk e ka iniciuar si rast. Gazeta Insideri ka kontaktuar me policinë, por në përgjigjen e tyre thuhet se nuk ka ndonjë rast të hapur as nga Elvis Çollopeku e as për Mirgem Musliun. Kom vendos tash mëron e kam fëmija dhe më shkojnë burg për këtë gjatë. Kë mastroj, na kemi një shtetë dhe një leqë ku du të më këshu këtë sene. Edhe vendosim më këny të organet. Qështu është Mirgem Musliu, ka punu qëtu, të ju një infermeriri, punon në loka, mi ka dhonë qëto dokumenta, ja kam dhonë në policit aty, mu ka prezentu, bile një policit më ka një oftë. Më sa të përshëndes në TikTok-un e dy shpesh, ta shfaleminderit. Po deklarat nuk o mërën, thasha, duhet të lome në nshkru, dikun ta jo, tha, unë e po bisetet, apo kontaktoj me prokurorën, ata kishin një halë policia tjetër, që do ke ky jam i kërgjoheq, që ti, tha, po kontaktoj, tha, me prokurorën, tha, prokurorën, apo më thët, tha, unë e pelajmëj rastin Prizren, që vjen Ilani, edhe shkoti, edhe këtu në Prizren, njëjtë është sigur ata, jo, kjo është padi civile, jo, pse mu lajmëru në polici, ta shodla, ka që të dokument, që ka mashtru jarone, a beshini? Po, të bdet këdesh në hapë si ras, si denoncem. A i shteti ti, po, ti këqyre që dokument ku më ka mashtru këj mu, dhe këqyre a eksistën që i ka të kushtetu se që këtë dokument. Nëse që eksistën a është mashtru, sa po, më tha policia tha po, neves në ka mashtru. Ta nuk e ka mashtru institucion, ne ka mashtru gjallin e Nasufit, qopën. E tash do më thonë a i sa të ka mundësi me mashtru në të mashtru. E unë kur ta zoja ato, do më thonë. Kur ta më shkejt, a merë më policia në burg, a thët një mashtru se ke mytë. A dhe këtu shtrohet mas në pyetja. Ku po vjen problemi? Po vjen problemi si neve institucionet për asilin të lashe me pare temën, me njërës temën, pa i bo kur gjobla të desh me i kry punë, mund të të shku në burg, se nuk i rrejnë vati institucioni. Plus ma akesja, që unë ku marrë informacion për juve si asë një deklarat nuk është për Mirgem Musliun. Sipas MC Çopës, Mirgem Musliu ka mashtruar edhe qytetarë tjerë, duke ju marrë para në të njëjtën mënyrë siç e ka mashtruar këngëtarin. Reperi MC Çopa hedh dyshime se ky person ka lidhje me mashtrimin e madh që është zbuluar para disa javë, se si një qytetar kishte kërkuar ndihmë përkënse shërimin e vëllavut të tij jashtë shtetit. Për të ishim mbledhur rreth 94.000 euro dhe personi ishte zhdukur, por më pas ai është arrestuar nga policia e Kosovës.